Hoxh, a hin që na me u bon nervoz me fëmi edhe me ju bërtit, e pastaj thot bahëm pishman. Jeta është në sfida, Allahu Gjeleshanuhu na ka kriju të tillë edhe ka parasysh gjithë se cilin apo tabiatin e se cilit njeri. A është mirë? Ma mirë është mos po nervozu, ma mirë është mos me ju bërtit, por me i këshillu edhe me bo dua. Por nëse ndodh këto, atëherë kur jenë vetë mirë, kur të falë namaz, bën dua që Allahu Gjeleshanuhu me një farë forme ke mujt me folë në fjallë pa arsyeshme, që Allahu me ta fshi atë gjuna, plus edhe me t'i rujt e vlad, dhe më thonë, bën dua kur jenë vetëmi, edhe mundohu që, dhe më thonë, të keqen që po bën me pasu me të mirë. Por nga aspekti njerëzor, po themi, është problem me i shpëtu kësaj gjendje dikush prej nesh, por dikush është ma i tensionum, dikush është ma i kujdesshëm, por edhe nëse gabon rastisht, po ma mirë është me bo dua, me i këshillu, se sa më nervozu edhe me u bërtit, por nëse veç po ndodh kjo, më ndodh sa ma pak me bërtit, mos me mallku, bile mos me mallku, edhe pastaj kur qetësohesh me thonë Allah, shpërblemi këta vlad, udhëzomi këta vlad, rumi këta vlad, bëmi të halalit e tjerë që me përmirësu këtë gabim. Njerëz jemi.